por nuk e kom paramendu që një 23-4 vjeçar, ma i vogël që fëmija e mi, ka me më thonë, shqele bre gojën, bre i pa ftyrë, bre i pa feje, që apo djone shumë kësi fjallë që aty ju më dash mi përbi. Nuk mundemi pa të pytë se a e patë kohë me përcjellë dhe Big Brother në Shqipnis pas daljes? Tani, kohë, sepse nëse të thamë për me të ndërlidhë, kur kom dalë për i shpis, edhe nuk e fitova, natyrisht fitoj Driloni, edhe bashkë këtu në parë isha dhe gruja, po më thëtë Ardiana, a bre baby, si kur të kishe inja 2 javë ma herët, me shiqu pak prej ma herët që ka ndodhë, Big Brother VIP 1-2. A nuk e qeni informu dhe më thonë? Absolutisht, sepse unë muj me të rajt, po zoti nuk rajt, ndoshta 3-4 herë prime, më ka ndodhë pa hire, kom pa që është prime, 20 minuta gjysore kom bet aty dhe kom dru kanal. Nuk më bënë mu ma të mirë, ose familjen të ma të mirë, se tjerë që e shqeqojnë, asesi, po ja që edhe koha dhe shumë qka nuk në ka, ndoshta ja pat luks me shqequ, por i kom thonë grus tem, gjithë Ardian, ka do është zoti unë mos me bo një qotë t'il, me hi me shqequ, sepse si kur të kisha shqequ, unë nuk kisha hy në Big Brother, sepse unë e kom pas një përsetim tjetër, kom mendu që po hy edhe kom me folë përvojat e mija, qomta dhe mosha dhe kalumja ime, muzika, arti, humori, por nuk e kom paramendu që një 23-4 vjeçar, ma i vogël që fëmija e mi, ka me më thonë, shqele bre gojën, bre i pa ftyrë, bre i pa feje, që apo djone shumë kësi fjallë që aty ju më dash mi përbi, e nuk ka qenë fare letë. Por pra po thamë, sot kur gjithë shka ka përfundu, them që kom bo mirë, që i kom hyja asaj eksperiencë, edhe është një eksperiencë njerë njëtë ndodhë dhe nuk mundet nuk ndodhë më, por që sinqerisht ja ka pas ka hajrë prej asaj pune, sepse më ka jepë vullnet, ky impakt i njerëzve, më ka jepë vullnet, mi u rikëthy edhe njerë muzikës, mi u rikëthy edhe njerë, më ka jepë elan, më ka jepë energji pozitive për me vazhdu, diçka që ka kom dalu, ndoshta 5 vjetë e fundit, e që shumë njerëz dhe në emision më kanë thonë se s'po vjen me këngë të reja, po ja që tash veç jemi gati edhe... Kështu do është mundala, ka diçka të re që do të me pritë audiente? Absolutisht, Hynisha e Prishtinës është kënga me videoklip që ka përfundu, Arsim Bunjaku ka komponu këngën dhe tekstin, derisa kemi bërë orkestrimin në studio Dua Bas të Pimi dhe Ndriti, e videoklipin kanë punu Mentor Haziri, këngëtari grupit Kthjellu, miku jam shumë i dashur e ju afer, bashkë me vllaun e tij Fatin, edhe me Adriatikin edhe me Riadin, një ekip që bëjnë videoklipe, edhe që kemi bu një videoklip që lidhet pak a shumë me Prishtinën, sepse Hynisha e Prishtinës është diçka që të regon rënjët tonat ilire, të hershme, në lagjën Ulpiana, tash në Graçanis, po ajo ka qenë Prishtinë për para. Si do qoftë, është një këngë tjetër me Andosin, që e kemi duhet dhe shumë shpejt do të publikohet. Jom të punu, ka këngë që jom duke i pregatit, do me thonë, po besoj që deri në fund të verës s'pa me 3 këngë të reja me.